Situata universiteteve të vendit tonë është shumë e keqe, alarmoi kryetari i Këshillit Akademik të Rangimit Akademik të Universiteteve të Ballkanit Arbu, sipas të cilit institucionet e arsimit të lartë nuk shkojnë përpara, por kanë ngecur, sepse rritja e punimeve të botuara në 2 vitet e fundit është një shifrore, pra më e vogël se 10%. Значи нашиот најголем, најдобар универзитет, Кирил Метони, лади го пристигне Крагуевац, оваа година ќе го пристигне Ниш. Имаме 396.000 цитати, Загреб има 4.600.000. Еве ги бројките колку се страшни на овие универзитети што се во топ 500. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska tha se nëse në vitin 2022 buxheti për financimin e arsimit të lartë ka qenë 3 miliardë denar, në vitin 2026 për universitetet janë siguruar 8 miliardë denar, po ashtu folje edhe për ligjin e ri për arsimin e lartë. Законот гарантира академска автономија, тоа што беше спорно, тврдам дека е тоа така. Транспарентни критериуми за евалуација и напредување, како и механизми за поддршка на младите истражувачи. Поттикнува продукција на повеќе трудови и видливост во меѓународни размени. Drejtoresha e Agjencisë për Cilësinë e Arsimit të Lartë Kristina Serafimovska theksoi se vendi tonë i duhen diskutime se për çfarë renditje ka nevojë dhe cilën metodologji do ta përdorsi dhe për mirësimin e politikave nacionale për zhvillim. Бидејќи Балканот, сите земји од Балканот заеднички се соочуваат со еден предизвик за меѓународна видливост и можеме да заклучиме дека од повеќе од 300 универзитети кои што екзистираат на овој простор, само неколку се рангирани и видливи меѓународно. Përndryshe, platforma e rangimit akademik i universiteteve të Ballkanit Arbu përfshin 324 institucione të arsimit të lartë nga Ballkani dhe mbi 19.7 milion citime shkencore. Projekti synon të krijojë bazë rajonale të dhënave për krahasimin e performancës akademike dhe ndikimit shkencor të universiteteve dhe studiuesve. Sipas prezantuesve, të dhënat janë mbledhur nga Google Scholar dhe përfshin mbi 33.000 profesorë studiues, duke ofruar një pasqyrë të matshme të prodhimit shkencor në rajon. Rendi i parë tregon dominim të universiteteve nga Kroacia, Serbia dhe Slovenia, me Universitetin e Zagrebit, Beogradit dhe Ljubljanës në krye.